Të dashur shikues, do të vazhdojmë sërish me programin e shpresës së kombit. Partia Shpresa Demokrate garanton të ketë marrëdhënie miqësie dhe bashkëpunimi të hapur me shtetet fqinj. Asnjë shtet nuk do të lejohet që të ushtrojë interesat e veta në dëm të interesave tona, veç kësaj të respektohen kufijt natyror. Një kujdes i veçantë do të kushtohet rishikimit e rikonceptimit në optikën e interesave kombëtare, të marrëdhënieve politike ekonomike me shtetet fqinj. Në thelb të këtyre marrëdhënieve do të vendoset kudoherë interesi më i lartë i kombit dhe do t'u jepet fund qëndrimeve praktikave diskriminuese, denigruese të ndjekura, veçanërisht mbas vitit 90, nga diplomatët e shqiptarë të cilët, në shumicën e rasteve, kanë konfirmuar qëndrimet e tyre politike me kërkesat e interesat e shteteve fqinj, në dëm të interesave kombëtare shqiptare. Parimi vendoset se interesit kombëtar mbi çdo interes tjetër do të jetë parimi i shenjtë, i cili do të udhëheq politikën e fqinjësisë së mirë. Nuk do të lejohet ndjekja nga ana e fqinjve, e politikave dhe qëndrimeve që synojnë cënimin e integritetit politik e moral të shqiptarëve, veprimtaritë që synojnë dëmtimin e interesave ekonomike të vendit tonë, do të ndalohen, do të mbahet qëndrim e do të penalizohen të gjithë personat e veprimtaritë që kanë si qëllim cënimin e rendit kushtetutës të vendit tonë. Veprimtaritë të tilla që synojnë shkatërimin e ekzistencës së kombit tonë do të jenë objekt i drejtësisë. Këto qëndrime, në ndryshim nga qëndrimet e mbajtura nga politikanët e drejtanishëm, kurse si nuk mund të jenë objekt traktativ politik. Partia Shpresa Demokrate do të ketë në qendër të veprimtarisë dhe të politikave të saj të jashtme rivlerësimin, njohjen e realizimit e të drejtave të vëllezërve tanë të çam. Politika e Partisë Shpresa Demokrate në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare do të ketë si parim bazë bashkëpunimin, reciprocitetin, mosndorhyrjen në punët e brendshme, mbrojtjen e interesave kombëtare, nxitjen e iniciativave paqëruese, pjesëmarrjen në organizma ndërkombëtar me qëllim zhvillimet pozitive politika ekonomike. Partia Shpresa Demokrate garanton që të respektojë statuset dhe rregullat e kombeve të bashkuara, të cilat sigurojnë lirinë e të gjitha shteteve të botës. Politika e partisë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare do të bazohet gjithmonë në respektin e akteve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të organizatave të tjera ndërkombëtare, në të cilat vendi ynë është antar, si dhe në sanksionimet e marrëveshjeve të ndryshme dy ose shumë palëshe ndërkombëtare ku vendi ynë është palë. Partia Shpresa Demokrate garanton, sipas rregullave dhe ligjeve kombëtare ndërkombëtar, se nuk do të lejohet asnjë ambasador, asnjë diplomat të ndërhyjë në punët e brendshme të shtetit shqiptar. Një nga synimet e politikës së Partisë Shpresa Demokrate është dhe respektimi me rrektësi i normave ndërkombëtar lidhur me veprimtaritë diplomatike dhe aktivitetin e diplomatëve. Nuk do të lejohen, si deri më sot, që diplomatët e huaj të ndërhyjnë në veprimtarinë e organeve të shtetit shqiptar dhe për më tepër, të kryejnë veprimtari në dëm të interesave të kombit, duke implikuar struktura të pushtetit e duke rekrutuar nënpunës. Do të synohet që çështjet e organizimit të funksionimit të strukturave shtetërore të jenë vetëm çështje të brendshme të shqiptarëve dhe të mos kthehen syt e të kërkohet bekimi i ambasadorëve të huaj për një vendim apo veprim, i cili nuk ka lidhje me marrëdhënie diplomatike. Partia Shpresa Demokrate garanton të ketë marrëdhënie të mira diplomatike, ekonomike e kulturore me shtetet europiane. Asnjë shtet nuk do të lejohet që të ushtrojë ndikimet e veta në dëm të interesave kombëtare. Në kuadrin evropian do të synohet ndjekja e një politike e miqësie bashkëpunimi me të gjitha vendet komunitare, me qëllim nxitjen e shkëmbimeve ekonomike, duke krijuar mundësi të lëvizjes së kapitalit, për të bërë të mundur thithjen e investimeve të huaja dhe nxitjen e zhvillimit të aktiviteteve prodhuese të vendit. Në këtë drejtim do të synohet lehtësimi dhe, ku është e mundur, heqja e barrierave fiskale, duke krijuar një klimë ekonomike stimuluese për zhvillimin e bizneseve prodhuese vendase, me mbështetje financiare nga kapitali i huaj,
Do të synohet krijimi i kuadrit ligjor dhe i strukturave të përshtatshme për zhvillimin e të gjitha degëve të ekonomisë, si industria e rëndë dhe helet, bujqësia në mënyrë të veçantë, turizmi. Partia Shpresa Demokrate garanton një miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia jonë, në mënyrë të veçantë, do të nxjisë se do të synojë forcimin e lidhjeve të miqësisë së dieshme e të sotme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si aleate historike të interesave jetike të kombit shqiptar, si shembull më i mirë i organizimit dhe i funksionimit të demokracisë, si shembull më i mirë i vendit për më të zhvilluar, më të fuqishëm politikisht, ushtarakisht, ekonomikisht. Bashkëpunimi do të shtrihet në fushën ekonomike, duke stimuluar investimet e kompanive amerikane në sektor strategjik të ekonomisë së vendit. Industrinë nxjerrëse përpunuese të mineraleve, industrinë e naftës, industrinë energjetike, telekomunikacionin, aktivitetet ndërtimore, industrinë tekstile, konfeksionet, industrinë ushqimore dhe bujqësinë. Partia Shpresa Demokrate garanton rivlerësimin e figurave kombëtare. Do të ngrej përmendore dëshmorëve të kombit, duke i shkruar emrat e tyre në gërma ari. Lidhur me ngjarjet, faktet dhe figurat e historisë së popullit shqiptar, Partia Shpresa Demokrate do të mbajë qëndrim kritik e rivlerësues, parë në këndvështrimin e interesave të larta kombëtare. Do të rivlerësohen të gjitha ngjarjet e figurave historike, të cilat u manipuluan nga klika komuniste në pushtet, që prodhoi pseudo historinë anti-shqiptare, që denigroi të gjitha figurat e mëdha historike të popullit tonë, duke shtrembëruar veprimtarinë e tyre, duke i lënë heshtje e harres, dhe në shumë raste duke internuar, burgosur, torturuar e vrarë ata dhe vetë familjarët e tyre. Do të shihen në dritën e së vërtetës të gjitha ata që kanë kontribuar në coptimin e kombit dhe që bëjnë Shqipërinë një burg të madh, ku instalua sistemi ideologjik administrativ më njerëzor. Rivlerësimi i figurave kombëtare do të kurorzohet dhe me ngritjen e një muzeali, ku me gërma të arta do të shkruhen emrat e dëshmorëve atdetar, që kanë dhënë jetën për çështjen kombëtare, si gjatë luftës dhe gjatë regjimit diktatorial komunist. Do të kryen ceremoni nderimi për të gjitha ata persona që regjimi komunist i damkosi si armiq të popullit. Partia Shpresa Demokrate u garanton trajtime nderim të veçantë të gjithë të rinjve, që janë përleshur e gjakosur me forcat e errta në demonstratat antikomuniste. Këtyre njerëzve u duhen dhënë vendi dhe privilegjet që u takojnë për kontributin e dhënë në zhvillimet demokratike në Shqipëri. Historia nuk mund dhe nuk duhet i harroj ata. Partia Shpresa Demokrate garanton rivlerësimin e shpërblimin real. Rishikimi e ri, dimensionimi i historisë do të synojë jo vetëm vlerësimin moral të figurave të kombit dhe të shtresës së persekutuar, por dhe dhënien e shpërblimeve reale në të holla të gjitha atyre që janë internuar, burgosur apo kanë humbur jetën në burgje. Në dritën e këtij realiteti do të rishihet kompensimi i drejtë dhe i atyre që kanë qenë të burgosur politik, duke konvertuar në para vlerën e plotë të vlerave me vlerë, të cilat janë dhënë pa kriter e në mënyrë shpërdoruese nga qeveritë e deri sotme. Partia Shpresa Demokrate u garanton të rinjve nga familjet e të përndjekurve politik, se do të mundësohet e drejta e ndjekjes së arsimit të lartë me financim të plotë nga shteti. Gjithashtu, falas do të mundësohen të gjithë të rinjt e të përndjekurve politik, që dëshirojnë të shkollohen në shkollat perëndimore për kryen e studimeve të larta në fusha të ndryshme të shkencës, artit e kulturës. Hapja e dosjeve dhe përgjegjësia për krimet komuniste. Në dritën e opinionit publik do të shihen dhe dosjet personale të funksionarëve, si dhe dosjet e strukturave të shtetit komunist. Partia Shpresa Demokrate garanton rishqyrtimin dhe rivlerësimin e veprimtarive anti-shqiptare e anti-njerëzore të kryer në ish antarët e byros politike të Partisë Komuniste e asaj të punës. Të gjitha ata do të dalin përpara drejtësisë dhe fajtorët do të mbajnë përgjegjësi ligjore për krimet e kryera. Partia Shpresa Demokrate garanton se pasuritë dhe parat
që i janë grabitur popullit shqiptar nga ishu dhe helësit komunist dhe që i janë depozituar në bankat jashtë kufive të Shqipërisë. Do t'i kthejë shteti dhe do të trajtojnë si pasuri kombëtare. Partia Shpresa Demokrate garanton rishikimin e figurës së vërtetë të shqiptarit. Një nga synimet e partisë është dhe studimi e përgatitja e shkrimit të historisë së shqiptarëve në dritën e së vërtetës shkencore, duke zbuluar përpara botës figurën e vërtetë të shqiptarit, rolin e tij historik në zhvillimet politike ndërkombëtare, si dhe duke denoncuar falsifikimet që deri tani janë bërë historisë së kombit tonë. Partia Shpresa Demokrate. Me besimin e patundur në drejtsinë e qëllimit dhe të rrugës sonë, si dhe me besimin te Zoti, do të punojmë e do të luftojmë të gjitha forcat për realizimin e këtij programi, për përmbushjen e amanetit të parëve tanë, për realizimin e interesave dhe të aspiratave të kombit, për progresin dhe dinjitetin moral të çdo shqiptari, për ta bërë vendin tonë një vend demokrat të mirëfill, të përparuar e të nderuar në të gjithë botën. Bashkohuni me ne. Veri, ju, lindje Perëndim, jemi një racë, një gjak, një gjuhë, një komb, jemi vëllezër. Të japim besën njëri tjetrit për të punuar e luftuar, që fëmijëve tanë të krijojmë e të lëmë parajsën, krenarinë kombëtare, dinjitetin e një kombi të bashkuar. Shqiptari, me gjakun e tij, ka vullosur të drejtën që të jetojë të jetë zot në vendin e tij, me vizionin e qartë të një rruge të ndritur drejt progresit të vazhdueshëm. Zoti bekoft rrugën tonë, Zoti bekoft kombin shqiptar. Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Gani Pilinçi, 20/9/2001. Ndalohet riprodhimi në çdo lloj mënyre i programit apo i pjesëve të tij, pa lejen e autorit, e drejta e autorit është e rezervuar dhe mbrohet sipas legjislacionit në fuqi. Partia Shpresa Demokrate. Këmbana bie në të gjithë Shqipërinë brenda kufive të saj natyror. Thirrja ime dhe Partia Shpresa Demokrate për çdo shqiptar është o sot o kurrë. Amerika është me shqiptarët e kufive të saj natyror dhe me spionët anti-shqiptar e anti-amerikan. Bashkohuni me ne motra dhe vëllezër, veri, ju, lindje dhe Perëndim, shqiptarët e mi, ngrini flamurin amerikan dhe shqiptar në çdo cep, në çdo çati të tokës shqiptare brenda kufive të saj natyror. Ne jemi të një race, me një gjak, një gjuhë dhe një komb, dhe feja jonë është flamuri i kuq me shqiponjat krenare. Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Gani Pilinçi. Të dashur shikues, ju falenderoj që na ndoqët.